Trëndafili egër, një mrekulli për shëndetin. Ja si ta përdorni për të trajtuar këto 3 probleme. Trëndafili egër, ose e njohur ndryshe në latinisht Rosa canina, është një shkure e vogël deri në 3 metra e degëzuar dhe me gjemba të fortë, me lule ngjyrë të bardhë, me 5 petale me erë të mirë, dhe mban kokra të kuqe me shumë fara brenda, të quajtura ndryshe kaçe ose trëndafili egër. Lulet e thara të trëndafilit të egër dhe farat e tij përdoren së bashku në prodhimin e shumë medikamenteve, ndërsa lulet e freskëta përmbajnë shumë vitaminë C. Prandaj mund të përdoren në parandalimin dhe trajtimin e ftohjes dhe të gripit, si dhe mungesës së vitaminës C. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ndërsa kur thahen ato përpunohen, humbasin shumë nga kjo përmbajtje e vitaminës C. Trëndafili egër përdoret gjithashtu në shumë probleme me stomakun, si spazmat, mungesa e acideve të stomakut dhe parandalimi dhe trajtimi i ulçrave, si një tonik për sëmundjet intestinale të tjera. Kjo bimë përdoret gjithashtu për diaren, kapslëkun, gurët e tëmtin, traktit urinar, sëmundjet e veshkave, edemat, përdesjen, dhimbjet e shpinës dhe të këmbëve, diabetin, kolesteroli lart, rënien e peshës, forcimin e sistemit imunitar dhe rrit funksionin me gjak në të gjithë gjymtyrët tuaj. Te ushqimet dhe industritë përpunuese, trëndafili egër përdoret si çaj, glikol, lëng ose burim natyral i vitaminës C. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nga përdorimi i tij edhe në formën e elementeve ushqyes? Sipas Elthisaj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i trëndafilit të egër. Ai është i mirë kundër osteoartritit. Në përgjithësi, studimet sugjerojnë se trëndafili i egër është i mirë për njerëzit që vuajnë nga osteoartriti. Shumë studime kanë treguar se përdorimi i një produkti të kësaj bime 2 herë në ditë për 3 muaj lehtëson dhimbjet dhe forcon kockat e njerëzit të cilët vuajnë nga osteoartriti. Ai është i mirë gjithashtu kundër dhimbjeve të ciklit menstrual. Disa të dhëna sugjerojnë se aplikimi i formulave që përmbajnë edhe sherebel, livandull dhe trëndafil të egër mund të lehtësojnë dhimbje gjatë ciklit menstrual, sidomos tek femrat. Obeziteti gjithashtu mund të mbahen nën kontroll me përdorimin e kësaj bime. Kështu trëndafili i egër mund të japë shumë vlera për organizmin dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Trëndafili i egër është një bimë e cila rritet në shkure dhe vlerat e tij janë të larta kundër komplikacioneve, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të shqetësimeve që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e trëndafilit të egër në dietën tuaj në mënyrë të rregullt. Një ndihmë të madhe u ka dhënë të sëmurëve me anemi. Për rritjen e numrit të rruacave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të konsumohet të paktën 2 herë në ditë nga një gotë me çaj në përfituar nga frutat e trëndafilit të egër, dhe vlerat që do të merrni prej tij do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit kundër këtyre komplikacioneve. Për përgatitjen e çajit do ju nevojiten 7 kokra të coptëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të ziejnë për të paktën 10 minuta. Më pas ëmbëlsohet dhe pihet çdo ditë para buke. Rezultate të mira kjo bime jep edhe në parandalimin e komplikacioneve të mushkërive të shkaktuara nga ftohja, pirja e tepërt e duhanit dhe shpesh dëmtimi në mushkëri mund të shfaqet edhe me koll të rënë. Mënyra më e mirë për të lehtësuar këtë problem është edhe përdorimi i çajit të trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë derisa të keni lehtësime të plota, dhe kështu vlerat që do të merrni për shëndetin tuaj do të jenë fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë në të paktën 2 gota çaj në ditë për të marrë përfitimet e duhura. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj mund të japë rezultate fantastike. Te njerëzit që vuajnë nga depresioni, këshillohet të pihet çaj i përfituar nga trëndafili i egër. Kështu rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë të mira edhe në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Rezultate të shkëlqyera jep edhe për shqetësimet e tëmthit dhe do të rrisë sasinë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote me ujë dhe pihen ato çdo mëngjes. Vaji këshillohet të përdoret edhe si një qetësues i këtyre shqetësimeve, por nëse doni ta përdorni, konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe gabimet e mundshme në përdorim.
Në përbërje të vajit, gjithashtu ekzistojnë substanca ushqyese të cilat e bëjnë trëndafilin e egër një zgjidhje fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Trëndafili i egër, ose njohur ndryshe roza canina, është një bimë medicinale nga më të çmuarat me vlera të larta shëndetësore. Shqipëria është një vend i bekuar me këtë bimë, dhe përbërësit e saj shëndetësor do ta bëjnë atë një nga produktet fantastike për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në eliminimin e komplikacioneve të tij. Gjithashtu, kjo recetë trajton shumë probleme, veçanërisht ato të cilat lidhen me reumatizmin, diabetin, problemet me zemrën, por edhe mund të përdoret në rastin e problemeve të komplikacioneve të trupit. Për recetën e përgatitur me trëndafil të egër duhet të ndiqni këto hapa. Për përgatitjen e kësaj recete duhet të shtypni 7 deri në 8 kokra trëndafil të freskët ose të thatë dhe t'i zieni ato në një filxhan çaji ujë. Masa zihet për 15 minuta, më pas e lini të ftohet dhe mund ta ëmbëlsoni gjithashtu edhe me pak mjaltë. Kjo zgjidhje mund të jetë gjithashtu lehtësuese edhe kundër problemeve të sheqerit në trup. Ekspertët e bimëve mjekësore kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar problemet e sheqerit. Sipas studimeve të cilave u referohemi, etanoli të trëndafili i egër shërben si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist për përfitimet e trëndafilit të egër dhe vlerat e tij kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Trëndafili i egër është një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe kundër komplikacioneve të shëndetit të zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës te personat obez. Sipas të dhënave të cilave u referohemi, trëndafili i egër ul nivelin e tensionit të gjakut dhe kolesterolit të keq. Si rrjedhoi, trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Ai është i mirë kundër sëmundjeve vaskulare dhe humbjes së jetës si pasojë e këtyre komplikacioneve. Shumë studime janë bërë te njerëzit mbi peshë për nivelin e lartë të kolesterolit dhe tensionit dhe zbuluan se përfshirja e trëndafilit të egër në dietën tuaj do t'i japë rezultate fantastike në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Trëndafili i egër është një bimë e mirë edhe në luftën kundër ftohjes. Trëndafili i egër ka përmbajtje të lartë të vitaminës C, si rrjedhoi, mund të përdoret edhe kundër ftohjes. Por më tepër trëndafili i egër u vjen në ndihmë gjakut dhe kockave. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të lëkurës. Përdorimi i ekstrakteve të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër gjithashtu janë terapeutik. Shuaj në lloje të ndryshme të problemeve të lëkurës dhe e mbajnë atë më të shëndetshme. Kështu përdorimi i saj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Kryesisht, ai përdoret edhe për forcimin e imunitetit tuaj. Trëndafili i egër është një nga elementët që duhet të përdoret në mekanizmat mbrojtës të trupit. Parandalon infeksionet bakteriale, virale dhe lufton gjithashtu temperaturën, forcon sistemin imunitar, lodhjen, rrit qarkullimin e gjakut në gjymtyr, rrit fluksin e qarkullimit të ujit në trup dhe shuan gjithashtu edhe etjen. Përdorimi i trëndafilit të egër në këto raste do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve. Është i mirë kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Ekspertët e bimëve mjekësore në Turqi kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër në lehtësimin e problemeve të sheqerit. Shkencëtarët në Universitetin Gazi kryen disa eksperimente për të zbuluar rolin e trëndafilit të egër në parandalimin e këtyre simptomave dhe vunë re që ekstrakti etanol të trëndafilit të egër shërben si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Gjithashtu, rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist me përdorimin e tyre edhe kundër këtyre komplikacioneve. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të lëkurës. Përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë terapeutik, shuajnë njollat e lëkurës gjithashtu edhe hidratojnë atë, prandaj siguroni ta përdorni si duhet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.